Pyetjen e kam shumë të thjesht sepse dua në formë diskutimi edhe me Karanxha dhe me Prençin. Tani, ta bëjmë pyetjen duke nisur nga ajo se çfarë edhe një herë për t'ia rikujtuar publikut qendrimin tënd në raport me atë se çfarë pret në datën 22 janar në kushtetuese dhe duke parë gjithë të, le të themi, vazhd të projekteve që çdo rrugë ka rënë, që ato do të ishte e moralshme hikse këtë dështuar të projektet? Si ta analizojmë, t'ja bëjmë dhe pak diskutimin ndoshta më social, më politik gjës? Tani, kjo pike dytë që diskutohet, që shikok janë projekte dopta, duhet largohesh është diçka politike. Por ne shohim anën juridike. Ana juridike kemi një masë sigurimi të vendosur nga gjykata e shkallës parë, pra GKK-ja, mbi kërkesën e prokurorit. E kemi diskutuar këtë problem. Mendimi im personal pa paraqykuar vendimin e gjykatës kushtetuese, pra është gjykata kushtetuese, ne japim mendimin si profesionist, është mendim personal, vendimi i gjykatës është përfundimtar që do të zgjidhë këtë çështje. Sepse fakti që po shkohet në gjykatë tregon që ke mendimet pro dhe kundër. Unë ndryt ato kategori juristësh, të cilët mendojmë që vendimi i gjykatës së Spagut, të shkallës parë, është vendimi i bazuar në ligjin e kushtetutë. Pra, ky vendim është bazuar, Balluku nuk i ikën mandati si deputete, nuk pezullohet si deputete, por pezullohet si një ministre e cili është pjesë e administratës shtetërore. Si pjesë e kësaj administrate, është provuar sepse nuk ka qenë kompetenca direkte e ministrit për të ushtruar këtë veprimtari, në kohën pra kanë qenë komisionet që kanë bërë vlerësimin e tendrit, por gjatë hetimit është provuar pjesëmarrja e drejtë për drejtë, ndikimi i drejtë për drejtë i palishëm në tender. Pra, nëpërmjet madje edhe vetë Berberi nuk kanë qenë pjesë e tenderve, kanë qenë varësit e tij, por nëpërmjet provave, nuk i vetëm telefon, se mund të ketë prova tjera, se të mos ta lidhim, të mos ta kapim drasën vetëm me një gozhë, mund të ketë gozhë të tjera. Pra, pa hyrë. Ka dalë që është e përfshirë. Tani dhe pezullimi nuk është pezulluar si deputete, nuk hyn tek rastet e ashtu, ligji e parashikon që mund të merret, pra çdo punonjës si administratës shtetërore mund të pezullohet mbas këtyre ligjeve, theksojmë madje dhe e ritheksojmë, këto ligje janë bërë vetë nga mazhoranca. I kanë votuar ligjet vetë, kështu që të dalin të marrin përgjegjësinë për ligjet që kanë votuar vetë. Po ti diçte këto punë, kur i bën ligjet, ti kishin pa më mirë kur i bën ligjet. Ose tashi për shkakun që po ndryshohet kodi penal, po ve kodi i ri penal, këto dispozita duhet të shikohen. Pra kemi vetë ligjet që bëhen dhe tani e kërkon fajin tek tjetër. Jo, Spaku ka zbatuar ligjin, ka bërë kërkesën gjykat, gjykata ka vendosur dhe nuk ka asnjë marrje të kompetencave të kryeministit. Mund të caktohet një person tjetër, mund të jetë zëvendës ministri, se kemi edhe kodi procedurave administrative dhe ligji numër 9000 i vitit 2003 për funksionimin e Këshillit të Ministrave, kompetencat e ministrit i ushtron zëvendës kryeministri. Madje kemi raste që zëvendës kryeministri që zëvendëson ministrin merr pjesë në mbledhjen e qeverisë dhe voton. Pra është zëvendësimi particular. Kemi rastin e qeverisë nano, po të kemi parasysh nga 2003 deri në 2005 ka funksionuar me zëvendës ministra. Keni parasysh? Sepse me ndryshimet me kushtetutën e re duhet kemi parasysh diçka me kushtetutën e re. Roli i kryeministrit është parë, pra i pari. Pra shqipari, kryeministri është institucioni kryesor. Pra ai që e drejton dhe ka vlerë aktet kur propozohen nga ministri përkatës dhe nga kryeministri. Është propozuar nga zëvendësi, s'ka asnjë problemi. Si sot po të kemi parasysh të fundit, ke shumë vendime të qeverisë që formosen nga zëvendësi kryeministri. Pra dhe kalimit tek rasti tek rasti tunelit të Llogaras duhet kemi parasysh diçka që dolën punimet pa parashikuara, u rrit vlera e objektit dhe këto janë firmosur me firmë të Ballukut, pra veti ka bërë. Pra është ligji e njeh zëvendësin, njeh institutin e zëvendësimit dhe mendojmë që nuk është marrë asnjë lloj kompetence për shkak se është personi tjetër. Ne jemi të pazëvendësueshëm, njeriu mund të zëvendësohet në çdo punë, çdo gjë, është tjetër, është pasardhësi, nuk është marrë kompetenca. Në pritje, për mendimin tim personal, do kemi lënien në fuqi të vendimit të gjykatës shkallës parë. Pra fiton Spaku. Faleminderit Karanxha. Prençi. Tani se ky diskutimi
shtrohet në le të themi është shigjër, është juridik, është politik, është social, janë para, janë një mori elementësh kur bëhet fjalë për një le të themi funksionare shtetërore siç është zonja Balluku që ka të ngarkuara mbi përgjegjësitë e saj shumë detyra, por që përballen me drejtësinë siç duket e vështirë soka këtë rrethan. Kjo dosje ju është dhënë deputetëve të opozitës. Kanë marrë USB-t ata. Pse nuk guxon dikush nga ata prençi, në qoftë se situatën për të luftuar qeverinë, siç e kërkon një opozitë, e kanë seriozisht, të bënte publike akte, nëse aty ka akte të rënda dhe të thoshe shqiptarëve që shikose, zonja Balluku, apo nuk e di, apo kryeministra, kushdo qoftë, i përfshin ato dosje, Andi, Shemsiu etj me radhë, ka kryer këtë dhe këtë dhe këtë. Ka që rëndër situatë. Atëherë, në planin politik, Belinda Balluku duhet kishte dhënë ndërheqje me vullnet të lirë që të mos bëhet më pengesë për qeverinë shqiptare, sepse edhe pse është kritikuar se 1 kilometër rrugë në Shqipëri ka shku 20 milion euro, superstrat po flas, dhe 1 kilometër rrugë si ajo Korçërsek që është me 2 korsi vajtja ardhje. Me një karre gjatë. Po, me një karre gjatë. Normalisht ka vajtur mbi 7.5 milion euro. Duhet kishte dhënë ndërheqje sepse edhe rruga Çukës Qafploq, edhe rruga Ersekës, edhe të gjitha veprat infrastrukturore që ka kjo ministri me autoritetin rrugor shqiptar, të gjitha kanë rënë. Pra unë personalisht nuk kam gjetur asnjë zyrtar shteti, por edhe ekspert privat në jetë civile që të më gjej një objekt infrastrukturor të ndërtuar gjatë kohës që ka qeverisur atë ministri Belinda Balluku që të ketë qëndruar. Pra në pikpamje politike, ajo duhet t'jap dorëheqje. Në vendet e botës perëndimore, rënja e 1 ure jep dorëheqje kryeministri. Mundet edhe kryeministri madje. Në Beograd ka rënë një solet e një stacioni trendi dhe është bërë nami, është djeg Beogradi disa herë, disa lagjet Beogradit, dhe unë në dinin tim e di që ai ministër nuk është më ministër. S'është në Beograd ministër. Belinda Balluku ka 7 vjet, mos gaboh, më shumë se 7 vite, që është ministre e infrastrukturës dhe energjisë. Në Shqipëri ka ndodhur me qindra skandale në këtë kryeministri, në këtë ministri. Dhe fakti që drejtuesit e institucioneve, drejtori i Keshit, drejtori i autoritetit rrugor shqiptar 1 dhe 2, pra 2 drejtora me Belinda Balluku, sot janë prapahekurave. Edhe ata nuk janë kryetarët e prokurimeve, po kanë ndikuar. Edhe Spaku nuk thot që e ka drejtuar Belinda Balluku as procedurën e tenderimit, por ka prova që ka ndikuar tek drejtori dhe tek autoriteti i prokurimit që i ka diktuar që kështu do të bëni. Pra Belinda Balluku nuk po shkon si deputete, as po shkon si ministre, shkon si autoritet i cili ka bërë ndikim në dhënien e tendreve, në favorizimin e disa kompanive për tender. Pra, në këtë pikpamje, ne du të tregohemi shumë të kujdesëm. Pra, ne që e kemi atë tagrin jurist në formimin shkollor. Sepse Belinda Balluku normalisht e ka implikuar vetën vetë, funksioni nuk e implikon. Funksioni. Jo, sepse ministri s'ka dorë fare të merret me procedurën e tendrit. Fakti që kjo ministre nuk ka bërë detyrën e ministrit, por ka futur hundët duke diktuar drejtorin, duke diktuar atë autoritetin e prokurimit në Ministrinë e Ekonomisë, kështu infrastrukturës dhe energjisë, edhe tek autoriteti rrugor shqiptar, tek njësia e prokurimit, pra do të thotë që vetë ka kërkuar këtë përgjegjësi juridike. E ka ngarkuar veten vetë. Spaku, shkem ke Spaku, ka prova kokforte me cilën ka bindur gjykatën, dhe gjykata pastaj ka marrë vendimin
për ta pezulluar, për ta marrë pandehur, etj. Pra, në këto kushte, unë jam i bindur katërcipërisht që gjykata kushtetuese do ta marrë në konsiderat këtë fakt shumë të fortë. Dhe do të marrë në konsiderat sepse është gjykata dhe vetëm gjykata që ka kompetencë pezullimin si mas sigurie, jo si mas administrative. Është gjykata dhe vetëm gjykata që të pezullon si mas sigurie. Dhe nuk e ka kompetencë kryeministri pezullimin si mas sigurie. Pra gjykata e ka pezulluar zëvendës kryeministrin si mas sigurie sepse ka siguruar provat, ka marrë provat nga SPAK-u që ky person juridik si ministre jep ndikim të paligjshëm, bën presion ndaj dëshmitarëve, ndaj personave në nënhetim për të mos u zbardhur e vërteta e skenarit të korrupsionit, të shpërdorimit detyrës në gjithë zinxhirin e komandues të kësaj ministrie. Pra në këto kushte, gjykata kushtetuese ose do bëj vetvrasje, ose do pushkatoj organet e drejtësisë re, pra SPAK-un dhe GKK-n, ose do t'i hap rrugë funksionimit të kushtetutës dhe të institucioneve kushtetuese, siç është drejtësia, sepse drejtësia nuk duhet varet nga kryeministri. Për çështjet që i takojnë SPAK-ut dhe GKK-s, duhet me patjetër të merret në konsiderat tagri që gëzon gjykata, që gëzon SPAK-u në raport me të drejtën, pra në raport me atë kompetencë që unë të pezulloj si mas sigurie për të mos shkuar dëmi më i madh në raport me hetimin e një çështje shumë të rëndësishme që është korrupsioni dhe abuzimi me fondet publike. Pra në këto kushte, unë jam i bindur katërcipërisht, përsa unë e njoh kushtetutën, përsa unë njoh organet e drejtësisë, përsa unë njoh të drejtën, përsa unë njoh administratën shtetërore dhe administratën publike, unë jam i bindur që gjykata kushtetuese do të jap të drejtë gjykatës GKK-s në raport me pezullimin. Në raport me kërkesën e heqjes së imunitetit që SPAK i ka drejtuar Parlamentit Shqipërisë, në fakt ka një standard të vendosur prej shumë kohësh, edhe për persona të tjerë politik. Ish zëvendës kryeministri, zoti Berisha, ministri Tahiri e shumë të tjerë, të cilët në realitet është vepruar drejt për ata, do të them me ndërgjegje, që është pavarësisht se mund të kemi ne dashuri për njërin apo për tjetrin, po është vepruar drejt për faktin se i është dhënë fushë e lirë veprimi bazuar në ligj organeve të drejtësisë për të proceduar, sepse para drejtësisë kemi thënë që duhet jemi të barabartë. Por në këtë rast, nëse kryeministri i Shqipërisë do të përdori fuqinë e kartonit, pra fuqinë e 83 mandateve që e tund për çdo ditë, do të bëj vetvrasje politike për vete dhe për Partinë Socialiste.